Çfarë ka në dorë Rama, çfarë ka në dorë Veliaj, çfarë ka në dorë kushtetuesja dhe çfarë i mbetet Bajrambegajt? Atëherë, Rama e ka mbyllur ciklin e tij në raport me këtë çështje po flas, sepse bëri shkarkimin Këshilli i Ministrave dhe nuk ka asnjë gjë tjetër përveç sa të ti delegoj ose KQZ-s, në rastin konkret zoti Celibashi, për shpalljen e vakancave. Presidenti direkt pas kësaj shkresë do duhet domethënë të shpallin me dekret zgjedhjet brenda harkut kohor të 45 ditëve nga momenti kur ai logjikon ose arsyeton se do duhen të bëhen zgjedhjet. Zoti Veliaj në rastin konkret thjesht të shkojë në gjykatë kushtetuese, por dhe këtu ka një cen të paktën proceduralisht me atë që pashun. Po të shikosh VKM-n e Këshillit Ministrave, VKM-ja thot në bazë të neni 100 kushtetutës dhe neni 62 të ligjit 139/2015. Pra nuk i referohet neni 115 të kushtetutës, i cili është motamo ai neni i cili përmbledh në një mënyrë apo në një tjetër shkarkimin dhe dërgimin e çështjes në gjykatë kushtetuese. Kjo mund të jetë edhe një lloj loje, po them unë juridike, po analizoj, sepse teorikisht neni 62 i ligjit 139/2015 është një akt normativ dhe si i tillë do duhet të shkojë në gjykatë administrative, jo në gjykatë kushtetuese. Ta bëjmë më të thjeshtë, zoti avokat. Nëse zoti Begaj do ta dekretojë datën e zgjedhjeve për Tiranën, çfarë i mbetet në dorë Erion Veliajt? Asnjë gjë, thjesht ai ka atë që ka pasur në dorë ka çuar në gjykatë kushtetuese. Unë kam lexuar apelimin, ankimin e zotit avokatëve të zotit Veliaj dhe në pjesën më të madhe, në 78% të apelimit, avokatët rrekeshin drejt idesë domethënë që neni 62 duhet lexuar me patjetër në referencë të neni 115 të kushtetues, sepse ata duan me patjetër që çështjen ta bëjnë kushtetuese, jo administrative. Mënyra se si e ka bërë qasjen VKM-ja e Këshillit të Ministrave është administrative, jo kushtetuese. Thënë këtë, mund të ndodhin dhe kjo. Tani po bëj Nostradamus në rastin konkret që brenda afatit kohor shumë të shkurtër, 5 apo 10 ditë, gjykata kushtetuese mund të mblidhet, edhe thotë shpall thotë mos kompetencën sepse nuk është çështje për mua, por është për gjykatën administrative dhe ja ka lënë topin, po them unë juridikisht ja ka lënë gjykatës administrative. Ose rasti më të keq mund të mblidhet prapë brenda 5 apo 10 ditëve, për të mos peguar zhvillimin e zgjedhjeve, po flas gjithmonë, dhe të japin një vendim domethënë kundër apelimit, të argëzojë apelimin e zotit Veliaj dhe prapë do kemi zgjedhje. Në të gjitha shanset më të mëdha janë që Bajrambegaj të nxjerrë një datë edhe për Tiranën. Sigurisht që do zgjerin datë për Tiranën dhe e rëndësishme që duhet thënë, do ketë zgjedhje në Tiranë. Tani ja do bëhen brenda 45 ditëve apo do bëhen brenda 90 ditëve. Pak a shumë kjo është historia, por gjithsesi do ketë zgjedhje. Erion Veliaj nuk e ndalon dot më me asnjë lloj xhesti juridik zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. Kjo është pak po e sigurt. Poli. Po ka menduar ndonjëherë që do bëj fush betejë mes Ramës dhe Veliajt vetë drejtësia? Mua nuk apo nuk e quan fush betejë. Nëse bëjmë kthehemi pak mbrapa në kohë, u bën 7 muaj që nga arrestimi i zotit Veliaj dhe Edi Rama faktikisht për hir të së vërtetës pas arrestimit doli nga binarët, në kuptimin që ai përpiqet që nga anën formale ndaj SPAK-ut, ndaj drejtësisë të përpiqet ta mbaj, por nuk e lëshoi veten, bëri deklarata shumë të forta kundra SPAK-ut, kundra prokurorëve për intimidim dëshmimtarësh, çfarë nuk tha, organizoi edhe një miting anti-SPAK me gjithë punonjësit e bashkisë, një miting që aktualisht është zhdukur. Videoja e atij mitingu në rrjete dhe pas atij mitingu që unë këtë kam të sigurt, domethënë me një ultimatum nga ndërkombëtarët dhe posaçërisht edhe nga BE-ja, po edhe sidomos nga SBA-ja për atë hap që mori, ai ndryshoi, ra në qetësi, e ke parasysh dhe u duk sikur nuk e mbronte më fare Erion Velin. Nga ana e vet, Erion Veliaj paraqitej i vetmi mesazh që i jepte, domethënë kunje, ngacmimin paraqitej në TikTok, në një rrjet social i ndaluar nga kryeministri. Ishte një mesazh në vetvete ky. Por kur erdhi puna që u diskutua që Edi Rama deklaroi që nuk mund të vazhdohet më kështu me bashkinë, ai lëshoi një mesazh ku thoshte, nëse unë do flas, ti do bësh breaking news, pa përmendur emra, po kuptohet se ku e ka shigjetën. Lajmi i fundit. Ti do bësh lajmi i fundit dhe në për hir të së vërtetës kjo ishte goditja më e madhe që Erion Veliaj i ka bërë, ose paralajmërimi, ose shantazhi, ose kërcënimi, merren si duhesh përpara se të merrej vendimi për këtë. Por dhe këtë e hoqi të nesmen.
Do të thënë një ndjekës, kush i ndjek, unë i ndjek, nuk i lë as ngjarit as ashtu të ngelen aty, e hoqi, e fshiu. Tani çfarë ndodhi? Ndodhi që Edi Rama eci përpara dhe e shkarkoi, se dhe Këshilli nuk po e quaj Edi Ram, socialistët u vendosën në rresht, e shkarkoi dhe